Mësojeni para se të jetë vonë, ja arsye që ju pengojnë të mbeteni shtatzën. Pirja e duhanit, konsumimi i alkoolit janë disa nga arsyet që dëmtojnë femrat dhe nuk i lejojnë të mbeten shtatzën. Konsumimi i ushqimeve të skuqura, ato të përgatitura shpejt, ndikojnë negativisht në pjellori. Përpiquni të kufizoni konsumin e këtyre ushqimeve duke i zëvendësuar me karbohidrate të shëndetshme. Ushtrimet mund të përmirësojnë pjellorinë tuaj në një mas të caktuar, por është e rëndësishme të mos bëni më shumë se ç'duhet. Tejkalimi mund të ndikojë në balancën tuaj të energjisë dhe ndikon gjithashtu negativisht në ciklin tuaj riprodhues. Studimet tregojnë se fertiliteti i një njeriu është prekur ndjeshëm nga streset e jetës, duke përfshirë punën, familjen dhe jetën shoqërore. Të jesh i paaft për të përballur me këto probleme ka gjithmonë ndikim negativ, sidomos në mbetjen shtatzën ose në infertilitet.